Tani do të vi një fenomen. Nuk është njeri, është dukuri natyrore. Është më sakt një dukuri repore. Ose hopore. Ose ajo nuk është njeri, është një koncept. Nuk ekziston vërtet, por tani do ta morin vesh tamam. Reperja më e mirë që ka nxjerr trevat shqifolse, ka hipur majat e suksesit, edhe nuk po ditë ndalet. Edhe i thash, ndalë qik, ndalë sa të futesh tu, mikos. Kjo që do ndodhi tani zonë e zotrin, ndodh vetëm një herë në 4 vjetë, sepse, si do të thotë dhe vetë, mbas 4 vjetësh do keni mundësi të ndiqni një intervistë tjetër si kjo. Zonë e zotrin, mirë prisni, unë po dalë se nuk e përballoj dot skenën, me 2 yje këtu në skenë, ylli tjetër jam unë. Tajna! Shvalerin e ki balja dhe zde me knuti Hot pretty guy, silikoni kupi Hajde pa ka hudi Marin lekman si meduza Im sheli hun se vjen era tuna Nuk afrohen tuten që dola S-Fed, Billy Hall, Coca-Cola Hey, not fuck off Mos më shtim bëj bluff Dash ti keq ke meto ka dhem pa bë nëfof Mos më go fuck off Nuk më do nuk njof Dali duket king veç ato më gjithë e shë Se jena na Shqipe që she bojmë dihet Dhe në Kolumbi zoni jo nihet Një qilin dhe shishe se sot po pihet Se jena na Shqipe që she bojmë dihet Dhe në Kolumbi zoni jo nihet Një qilin dhe shishe se sot po pihet Kejt veni po drivet Faleminderit tani, faleminderit çuna goca. A ikim neve bëjmë të intervistën? Ikim. O, sa bukur. Ky ishte një fillim, ashtu siç duhet. U knaqem. Mirë se erdhemi Tajna. Mirë se u gjeta. Një Golden Eagle dhe një bira peja. Dhe shëmbush tavolina me Kosovë. Ka një nga Kosova.
Përveç ekipit 30 veta që ka ardhë Tajna, po ti shte me 30 veta, 30 veta vjen Noizi. E shto e kam ekipen, une. Duesh me pas gengin gjithë për mas. Fillem, jemi mirë, fillem? Po. Mirë. Tajna, po shkemi mi. Hiq. I just went to the beach. Ka ardhur këtu në Tiranë, po knaqesh, si ke kaluar rar? Shumë mirë. Pe Bepi që ki bir. Bir, pi e birë. Të bën mirë. Erdhe veta po me shofer erer? Erdha me ekip dhe menaxher erer. Atere, tani, sa të kemi kërku, sa ko kemi qykur në zorë atë këngën me Ashashin? Kolumbiana. Po në Kosovë isha. Po të kemi plasëm. Me që fjalla, a i menagjeri jotë shumë i fortësh. Si kolumbiana. Rinori, me vërte e ka trupin në shuaj, apo e ka bëhen Photoshop? E ka zvoglu belin pak. Shumë i palestrumësh, ama shumë i fort, shumë brezë, tu i bo gjonat e sakta, do vi këtu, do qëk, do thot, s'ka bërë, s'ke me pyt për këtë, s'ke me pyt, po unë si gjithmonë që i them po, dhe kur vinë këtu i pyt që du. Shui që Rinor... Na kemi kështu, krejt klika, kemi këto pak agresivitetin, kështu... E di pra, që shkjo që bënë në gjdo këngë e ke një kështu... Jo. Si e bëndi këtë? Duesh pak, do me thonë, mja nis me delikates, edhe me një moment, shkon pak shumë eger, kështu. Do me thonë... Jo veç, për shamull. Edhe? Ti si ka një thonë? Ori se kon ta mësoj, po... E di qa po më s'ka në që përqesh, po unë se morë vesh... Po më kujtohet taj teksti jem jo ma burë se ti me nga... E në dhe mjekër. Ti e ki hesë që kam lënë. Look, ma mësoj mi kos, du ta mësoj i erë këtë. Mire bore. Mire bëhet e shi? Ma mire. Ja. Bëhet ti? Di. Di bëhet ti? Po bëhet mi prapë. Do me thonë... Nuk e bëjmë do. Atere, zërën së tri, një intervjist të Tajnës, do keni mësit të ndishtë një vetëm bas 4 vitesh. Prap këtu, se s'ka shkoj tjetër, dhe më sërë, s'kena men me ikë. Sepse nuk del me asi vend, s'ka dal asi herë. Kjo është intervjista parë? Në Shqipëri. Në Shqipëri. E para dhe e fundit. Tashi, nuk gjete ndonjë emër do të më pak të ngatrushëm ti? Se ca të thonë Tanja, ca thonë Tajna, ca thonë Tana, ca thonë... Jo, mëre, ajo është shumë e letë, po duhet me lezu mirë, më koncentru këtë shemnin. Tajna. Ajo është problemi ytë që s'mun është me koncentru. Këta që janë nga Dibra, për shumë nga Macedonia, e thonë Kolaj. Tajmer, Tajna, Taj... Po pra, të kam gjetë inspirimin. Tina, e dhja të fortën e Qiljetës ti, kur ishte Qiljeta në koncert. Shkoj Qiljeta në Dibër, edhe Qiljeta ka të këngën ti, vetë, ti, edhe tashi, juve gjithë bashkë, gjithë publiku, taj. Osa marës. E kam bom atlet për ata. Kur ma ka thonë Qiljeta, gjithë Dibra, taj. Ty do të presin shumë mirë aty. Shumë letë se kanë. Tajna. S'para qes problem. Tashi, a mund të thush emrin e vërtet? Unë e di se të ndjek. Doruntina e kom emrin e vërtet. Doruntina. Ajo, Doruntina. Po. Dorun. Si ajo s'para, se Konstadinit. Si ajo Konstadinit, po. Në fakt, me të këngën e fundit e ke uri shik agresivitetin Doruntina. Aty kam folë për Doruntinën, do me thonë kam folë për
Dorontinën e kaluar, jo tajnën. Po që kanë ndodhë, këran dashni? Për Dorontinën kam folë, edhe me atë Dorontinë mundën më lidhë shumë vajza tjera, do me thonë kjo kon ideja e këngës. Nuk kam rënë dashni. Kotë me të pytë tani, se kënga jote që bëri bum, ose më sa ka jo që të bëri ty të njëri, ishte kolumbian, na, marijuana, na. Ky program shihet edhe nga fëmijët, me thënë drejtën, edhe nga pleqt. U fillojnë pleqt të mësut ashashin të shimë ko. E kanë ditë gjithmonë se i kanë vënë gjumë fëmijët për me flajt kështu, për me mashtru. Po tashi po e rifillojnë prap. Dhe tashi nuk i vënë më në gjumë, po e vënë për të bo... Edhe... Edhe vesh kur t'i gjohet një lajmë aty pasaj që u hodhë nga kati i 5, të Xhaxhai që imitoi Spider-Manin. Po, a ke frikë se po i jepi mesazh të keq me këto këngët me marijuana, me kolumbiana? Ata duhet me ditë që kjo është veç muzikë, muzika është art, edhe kur që nuk duhet me marrë shumë nga të zemrës, aty që folim na unë e bëjmë muzikë, veç ata mu arktu. Tani kush e gjenë, vetën e gjenë, kur se gjenë, e din që është e keqe. Unë nuk jam e këtu role model, jam këngëtare, thjesht këngëtare, cila ka qef mjarë këtu njerëzit. Ti vetë konsumon do njerë në jerë? Jo, nuk konsumoj, unë as cigare s'pi. Nuk konsumon as jerë? Jo. Nice. Jam gotë se mirë. Bravo. Po me tunën, qa ke me tunën, se... Ne tunën e kemi shoh që është mi keqe programit tonë, do të vi mas bese një jave, se tek ajo kënga jote thuhet po i vjen era tuna, si është? Po pra, po i vjen era tuna. Po e kam pas për peshkun tuna. Për peshkun? Për tonin, peshkun ton? Jo për tunën këngëtaren? Jo, des kam qa me pas me tunën. Po për se tuna vje shumë erë të mirë. Në kam pas emision, që kam qenë gjithë erë të mirë. Po pra. Qa mund t'i vi erë tunës? Këmbët për shumë mund... Ja, era mirë, me siguri i bjen. I ka kushtet me bleni parfem të mirë. E di. Tuna. Me thonë drejtën, me këngën fake, i ke bo meshkujt, so. Me folë vetë me vetë. Qa ke me meshkujt? Së pëlqenë meshkujt? Jo, së më pëlqenë ata. I, të pëlqenë femrat e? I, na i shpife. Jo, mu së më pëlqenë ata meshkujt që shesin port, me parat e babajt. Por dhe ti, dhe ti po të kishe, do me thënë, do shisje, apo jo? Unë kam pas gjithë. Edhe nuk shet? Jo. Kushta që nuk kam pas? Jo, po them, po të kishe si ato meshkujt që kanë lekët e babit. Edhe unë kam pas babit, po i kam bo vetë këto, pa babin, se kam dasht me mri vetë. Tani, neve tajna vetëm e këto muhabete me jemi se këto provokojmë në emisionin tim që fillojnë lajmet, portalet, shkryjnë. Me rinën qa ke? Qa t'ka bërë rina? Kur zjo, nuk kom kur zjo me... Po qa ke me rinën pra, se një gjë e ke pra me rinën? Rinën e kom qik dajës, në Zvicër jeton. Po. E përshëndes dajen, edhe gocën e dajës. E për ndryshe, për tjera, nuk kam kur zë me kërkan. Nëse ato kanë me mu. Ti s'ke, nuk do bëjmë në e këshu? Qa? Jo, zdo i bëjt famsh me asko unë. Jeee! Kënga fake është një këngë që mu më pëlqen shumë, edhe pse shanë meshkujt, por... Po ti mos e gjej veten aty, a ke gjetë veten aty? Jo. A ne? Unë e gjej veten tek kënga Vrapo miti se na shqeu lepuri. Tani kjo pjesa e, kjo kënga kur doli, kjo fake që doli, që u publikua, si mendu ta bënit publikimin? Si ishte, apo duhet pysë rinorin për këta?
Pse me veterinorin? Ato këngë t'i bëj unë? Po si ndodhi që si vendosi ta publikosh të? Vendosa sepse ishte koha që mos ma lidhen me naj femën mo kongët, se u lodha, se nuk ishke bazë ajo që u lidhke, do me thonë se unë s'kam kur gjo me kërkan, edhe deshta pak me ndru, thash bile me djem të kopna pak, se nuk dojsha me ma lidh mo me dikon që nuk është e vërtet. Më duket mua, po doli kënga e herë, pastaj doli videoklipi. Doli... Jo, ajo është konga tjetër, Dorontina. Dorontina ka ndodhë kjo? E ke nga tru, po. E që ndodhi? Po doli konga, e publikune, e qitën CD, ja nisën me shit, veç ju kishmet me majtë koncert me kongë, do me thonë. Po pëse si ja u vodhën këngën, që ndodhi? Nuk e di kush e ka dërgu, kush ja u ka dërgu, kush e ka marrë, nuk e kemi gjetë kush e ka dërgu, po u publiku konga, e nisha në për kere kështu që i ngojnë, po shqyqyr që ju pëlqejke. Dëgjoj këngën tënde? Dëgjoja këngën ti me kur dilja, po. Këngën e pa publikuar, më imagjino ta dëgjosh shakalate. Është e fort kjo vajzë! E kanë publiku, me nënjen që tash kote qesun se dështon, po 1 milion klikime për një dit i mori. Halal. Me këtë imazhin e kësaj vajzës rebele, me vajzën e fort, kështu agresive, nuk e frikë se do ngelesh nder o gocë? Si thoni ju të Kosovës? Po që po më vynë aj që kur jam unë ma burë saj, unë e du burë, nuk du dikon që... Nëse së merë, do me thonë që jo ma burë saj. Jo për gjë, po. Shiko, me thonë, ja ku jemi këtu në salë, ja ku kemi 4 burra aty, dhe unë 5, kemi ca burra këtu në publik. A ka guxim njeri ti thot Tajnës, hajde pimi kafe? Shef, as jo nuk thonë. As jo nuk thonë. Jo që s'kan. Abstenim. Për menim tim, ule i qika të drunin, që i rref njerëzit lartë e poshtë. Se si djetë. Se janë sherët, veç të fjallëve. I know. Ti tekstet e këngëve i shkruan vetë? Po. I shkruan vetë? Vetë. Komplet? Edhe muzikën vetë e bën? Jo, muzikën e bën Kriketi. Po? Kriket është producenti jam, që i ka bo 4 këngë dhe i tash. Edhe tekstin e bëj vetë, vjen melodike e bëj vetë. Pej fillimi dhe i më fund, vetë. Po... Nuk jam performuse, jam repere, se repere dush mi bo vetë, nëse si bëm vetë nuk je repere, je performuse, karaoke, quët ajo. Wow! Po mi ate, unë po mendoj t'i bëjmë një sfid, ose një test, ta provoj mirë Tajnën, sa e aftë është nga këto, se ti është repere, do thot që dish të bësh freestyle, që do thot dish që në t'japim i fjalë, ti ta bësh... me rim. Unë po kam bërë gati një dosje me... Qa keni me? Atere, unë do shkruj fjallën, ti duhet bësh tekstin. Si është titulli? Titulli... Më jepi titull. Jeta në duart e tjetrit. E jo, kjo është film shqiptar. Jo titull këngë. Bota është me rrota. Okej. Futja. Bota, tashi... Me ata, me orkestra, pa orkestra? Me orkestra. Mund të bëni një bazë, quna. Atere, unë do shkruj fjalët, edhe do të ti tregoj ti në kohë reale që i duke recitu, duhet ta marrësh fjalën, ta fusësh në tekst, ta bësh me rim. Okej, veç që të minë shpejt. Yes, madam. Okej. Një sekund. Bota është me rrota. Okej. Wait. Po ta tërgët parën. Okej. Po filloni? Po filloni? Bota është me rrota e koplot që i qojnë somës, ata përdorin antidjerës, ju vjen era komës. Okej. Vazhdoj.
Jo me zez qokolate, përzime me vanil. Hejtera zdina qa folin si me mbush unë me mil. Okej. Nëse repi politik, lirë shujen presidente. Bëj këllë presidencial për ministre nuk kom vende. Ta shish mu pirtyre se nuk ta lëshoj karikën. E kthejen diktatur me më që distanoni rritën. Vazhdo! Okej. Jeni qasht vogla sa ju lojen lava pjat. Po sun pju heki zdralin me një fjall ju kom lën rat. Okej. Hajde. Nuk kom kohë për gomarica që palin më gomar. Se e din pe që komar, ket mi mar. Po kojnë si bebelina, klipi ju i përkëm pelena. Shkur ju gjuj kunz, nuk ja u rok. Keni nevoj për ca antenash. Okej. Ëmbim fjallët jom nalë si me pi brokoli. Se a tjetërën s've përmeni, amo mos e provoti. Tajna! Yes! O, sa e bukur ishte kjo. Po ti qeke e madhe mi gos. Sa të mbledhin vetën, shkojmë një hapësirë të vogël publicitare. S'po marrim vesh qa bëhet. Wow! Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money as long as I keep dancing. I don't need no money as long as I can feel the Olimpia! Dhe banda e Xingut të... E mirë kjo Olimpia, ha? Shumë. Është shumë e mirë. Është këngëtarja ma e mirë që ka kënu këtu nëjherë. Jo. Edhe, pre që një herë që unë kom. Qu. O, sa belin e hollë. Ja pra si ti mu i mozi, ti. Qa po thumi? Po ajo nuk është këngëtar më e mirë që ka kënu këtu mi. Po ajo është këngëtar më e mirë që ka kënu në i herë mi. Në jetëve. Bravo. Ma sa pa shumë qefin po ha. Ato lekët pasaj, ha? Jo, shumë e mirë. Është e mirë. Edhe trupin e ka shumë. Jo, më është vëzit gosë shara me e quni. bukur. Tajna ti u bëre, me thënë drejtë, u bëre shpejt e famshme, u bëre shumë shpejt. Do me thënë, u zgjove një mëgjes, edhe pe që ishte e famshme. Po si ai filmi, se qohë 30 vjetë ajo, veç unë jëmë që e famshme. Tani të ka ndryshuar fama, kështu si njeri? Jo, hes, Apo thjesht tani ke më shumë lekë edhe kaq? kom fonca tash. Kjo Fonsa! është. Edhe pse në fakt të më vjen keq mi thonë fonca, dyqysh si ofendim, kom qef mi thonë për kras. Për kras. Se fonca pak Për kras është qiki keq gjatë. nështë. Për krasi im. Faqa ime për krasave. Duhet sikur... Po, qatë ndodhë tani? Nga momenti që nuk ishe tajna, tek momenti që u bëre tajna. Si është dita jote? Su ndaljesh shumë kështu që shkom dojnë gjithë, për shemull dilësha me pijama, shka isha denjë shqitore. Se jetojnë Prishtinë kështu me shoq, me gocën e Agjes. Jeton. Edhe, Ke banes me qira? jo, e kanë Keni ble, po jetoni bashkë. Po. A fusni quna në shtëpi? Jo, Okej. s'ka. Djenjat na kanë dek, i kem shtime njësa, ne. S'muj me shtim banes, lidhja jo në shveqën snef. Shejtan, këtë Edhe dhe mas mëndja. ne, do me thonë dilësha me pijama, den shqitore, kështu me ble buk, sidomos kur ishke dimri, natën, edhe se m'njeke kush, edhe nëse m'kan pa me pijama, nuk më kan pa mo. Po. Kështu që s'manike, e tash s'po muj me dollë. Atëherë ta kishit ditë, atëherë kishit bona një foto. Shife, tajna me pijame, të lonë nom.
Po, e dije që një ditë do të vinte kjo ditë që do shkëlqeje? E kishe imagjinu këtë? Me të kallëzu drejt po, se e din edhe ti ligjin e tërheqjes, Po. edhe e kom vizualizu gjithmonë, do me thonë, edhe e kom Nice. prit me Ti gjojnë? durim. Nëse din që, nëse tjerë duhet me di, do me thonë gjithçysh, sekreti jam është ligji i tërheqjes. Po. Lexoni për ligjin e tërheqjes. O shumë e thjeshtë, nëse ti mendon pozitivisht, ndodhin gjëra pozitive, nëse mendon negativisht, ndodhin gjëra negative. Po do të them vetëm një gjë të vogël për këtë pjesën sepse ndole ke një pikë që unë vdes të flas. Është edhe një mësim tjetër, midis ose ndryshimi midis të suksesshmëve, njerëzve të suksesshëm dhe të pasuksesshëm, është se njerëzit e suksesshëm mendojnë gjithkohës se çfarë duan dhe si ta marrin. Ndërsa njerëzit e pasuksesshëm mendojnë gjithkohës se çfarë nuk kanë dhe kush e ka fajin. So, është e thjeshtë, mendoni gjithkohës çfarë doni edhe si ta merrni. Mos rini kështu. Sa kam do. Edhe mos dëshpëroj nëse zbohet me një herë, nuk bën mu dorëzu. Po. Kështu që iku. Bëm një çik Vasil Naç këtu. Tani. Këto me koncerte si e, se kam marrë vesh që kur shkon aty në koncerte pi ca gjëra para se të fillosh koncertin. Çfarë janë ato që pi? Po menojnë që pre-workout. Pre-workout. Janë ato pijet para tip fitnessit. Milkshake që përdoren para se të fillosh stërvitjen, që të karikojnë që këto. Po, se zakonisht mu merë gjumi gjithë, se duhet m'ja nisë në ora 3 me knu, në diskoteka. Edhe unë jë mësu me flajt herët, duhet në i koncert kështu në ora 6 që ja nisë mu. 6 mas dite, po. 6 mas dite. Ke kopshi pa drekt. E kështu që duna me pi pre-workout për me pas energi. Zë gjume aty ke dhoma këngëtarit? Shumë e merë gjumë. Së më zenë, s'flej, po merë gjumi. Putesh. Po pasaj ku dalë në skeni, harroj gjitha dhe prap energjin e kam si... Të del gjumi, të del. Ato të shpis të shoqërojnë për koncerte? Familja të shoqëron? Po, shpesh babi vjen kështu, zakonisht vjen koncerte, se jam kështu fëmijë vetëm, s'kam as motër as vlla. Prandaj. Po, edhe i kam tri, i kom qitë edhe në diskoteka, që ta shkove të fundi, se s'kam dojtë. Si. Edhe më përkrojnë shumë, edhe vinë, ka qef babi me po vajzën e ti tu performu. Edhe njëherë bile ndurë s'na pat ndodhë një histori, ka ardhë ky me mamin, për mas me makinu, ne isha me sigurimin, me menagjerin, do me thonë me 30 vetë. Yes. Edhe ky i parkingu ta i roja, i tha, ku po shkon ti ky? Jam baba i tajnës, aty lejoj veç me i veç ata që kishin me knu. Po. Pore, baba tajnës ti. Po i thoi që mu mërë se baba tajnës jam. Pore, ti baba tajnës. Gjithona shu baba tajnës. Baba tajnës. Edhe mas neja i tha, hiq mu edhe erë, do me thonë me mu, edhe dolla, unë thash, po, babi jem. Edhe u qetsu, situata. Si besoj ke? Digjo, babi jot, është i bukur sa babi Dua Lipës? Babi jam është ma i bukur. Babi? Ma i bukur se babi Dua Lipës? Na ke bukur jo, thashti, gjithë fansa do shkojnë gjumojnë kush është babi Amo, mami jam mu bo e famshme, se e kom qitë njëherë një foto, thash mam, apo do mu bo e famshme? Tha, jo, tha, pse? Thash, le, hajtë se të kalëzaj mas ne. E qita një foto në story me mamin, kur t'ja nisën gjitha portalet, shikoni gocën, shikoni nënën e tajnës, asgjë nuk është tajna që është nëna tajnës, mi murë gjithë fansat. Mi, po posta e ishë pytin të shi nga babi, se aji babi Dua Lipës është ta hash fare. Jap. Ky më tha mu... Aje. Ky më tha mu atë pëlqenjë gocat. Ky vetë e pas kamizën mas veshe. Ky vetë po ka... Jam shumë kurios ta shofin babin e tajnës, po... Po mirë, babi jote, rreth babin e Dua Lipës?
çfarë teme. Jo, baba i Dua Lipës është shumë i mirë, edhe Dua Lipa është shumë i mirë, edhe babi em është shumë i mirë, ketë janë të Shumë mirë. bukur edhe jeton për të lumtur për gjithmonë. Edhe kur dilësha me mamin në qytet, për shembull, erdhën ja 2 djemë, tash unë isha me një shoqe temë është e Shqipnisë, edhe ajo e përshëndes. Edhe tash ishim me nona tona, edhe ajo nona vetë është shumë e bukur. Po. Erdhën 2 djemë, na kishe po vim kana mu na pyt na i sen. Kur kanë shku, na kalu neve, edhe shkum për mas, edhe vetën ata, do me thonë për rrugën, e i tha një shumë të bukura. Do me thonë, na metëm të ukshyrë, do me thonë, aty jeta jonë përfundoj, nuk je shumë nevojë mo. Kemi ikon me këtu. Me dojtë, me tonë. Kemi ikon me këtu në Tiranë. Më e mirë oma se e bia. Po pra. O Stamorat. Tani këto fansat i ketë zjartë, i ketë zjartë, se e kam pa, do më thënë që fotot e tuja shkojnë nga 120.000 like, e tjerë. Ku i blen këto like-et? Jo, like-et nuk i blej. Nuk i blen. Mun është me vejtë edhe në komente, që do me thonë për Bleona, po thoshte, ku ishte para jave, më thoshte që, po mi më vlla, si ka mundësi, sepse ajo nuk i blen like-et, dhe në fakt, videot e saj nuk janë këto parametrat që janë të disa, edhe thoshte që, si ka mundësi tashi, ne jemi 8 milion shqiptarë, dhe po ta bëjon ty këtë pyetje. Jemi 8 milion shqiptarë në gjithë botën, ja 10. Si ka mundësi që deli këngë edhe shikohet brenda javës ose brenda, po themi, 2 javësh, shkon 20 milion view. 30 milion, 20 milion. Do me thënë, është shike pa besueshme. Mund është me këqyrë në komente, aty mund është për shembull edhe me depërtu jashtë shqiptarëve ajo. 2 milion janë Kosovë, sa janë Shqipni, 3 milion plus në diasporë, sa shqiptarë ka, plus në Macedoni, do me thonë ka shumë, plus depërton edhe jashtë, mund është me po komentet, greetings from Turkey, greetings from Azerbaijan. Gjithçka është diçka që shihet. Për shembull, unë nuk kam qef mja bo qefin vetit shumë me rajt vetën, se nëse unë e qes një kongë edhe s'po mje kërkush, edhe i blej 1.000 viewsa, mu prapë s'ka me mnjoft kërkush. Edhe ko t'i bleva unë ato e rejta vetën. Do me thonë mu... Po mirë, je koshente që ka shumë këngëtar që i blenë vjut. Po ka që i blenë, po unë s'kam qef me rejt vetën. A ke pas një episod shumë nga këto fansat e zjarët që të kanë ardhur për shumë mas koncertit, të bëjnë një kështu, në i dhurata, në i sken dashurie, nga këto që dalin, hidhen ke rotat e makinës, më shtyp, tajna. Për që di, do me thonë, fansat, kom edhe moshave të vogla, moshave mdhaja, do me thonë, të gjitha moshave, edhe shumë kom të mdhaj, kështu edhe goca, për shembull, Macedoni zakonisht janë shumë të mirë fansat, edhe shumë të dojnë edhe nuk kanë problem me shprej ato dashnin për ty, edhe kërë e në konë Macedoni e njekëshin kerrin, e ka njek shumë nga, do me thonë, hypa unë kerë, më ngrehen për jakne, më ngrehen për dore, tajna, më hypën për mi. Desa u futa në kerë, kërë u futa në kerë, e njekëshin kerrin për mas, do me thonë... Pastaj fillon të gjytë e kura. Edhe një rast tjetër, u konë, do me thonë, jo shumë i mo shumë, do nështë 45 vjetë i kishke aj, një burë. Erdhë, donë të me bo foto, do me thonë, në backstage, isha unë me një koncert, edhe a i dojke me bo foto, edhe i ka thonë aty në sigurime, ta bërme, une isha shumë e ljotë se i kisha 3 koncerte atë natë. Edhe shumë e ljotë dhe me bo foto, nuk isha në gjendjet mirë kështu se lodhesh, edhe nuk jemo në formë. Tani i ka thonë sigurime të gjithë qysh duna me taku, gjithë qysh, thash okej se nuk bën, se unë kom qef më kun, pa marë pasër që jem e lodhë shme, atë ditë, se e lodhë dhe është kuptim tjetë. Po e di, ishe e lumër atë ditë, po. Muj, do me thonë, prapë kom qef mi respektu ata që më përkrahin, edhe okej pranova, erdhaj, edhe me dojlë foto, edhe a i shko në Amerikë, janë isi të folë anglisht, unë ja ktheva, tha, unë tha, du mu martu me ty, du me ljonë grunë, tha, për ty. Edhe shumë seriozisht. Ishte i martu me? Unë njëherë menova që, po i martu, 45 vjeta, s'po di sa vjeti ka. 5 vjetë duhet këtë pas. Po. Se atere bjen këta. Edhe... Unë menova që nuk e ka seriozisht, ja nisa me kesh, tha, po, tha, për një me e ka, më abdin,
Thash, oke, thash, ti ndojo me grunë tone, thash, po ti as mu as ato, mi thash vetë mas te, Do rish pastaj me po. Me veten tate. Edhe pastaj ai shkoj edhe fillon të edhe në koncert aty, kur dola unë sken, e jepte maksimumin udhez. Boni atmosferë. Po, nuk pati fat. Duhet i përballosh to, duhet i përballosh. Ashtu siç duhet përballosh edhe një pyetje nga këto sikletshmet që bën vetëm një vajzë që vjen këtu, zënë zotrin mirëprisni pyetjen e sikletit. Kevina. Qa është ki kostum? është një tip fustani. Fustani. Pak Pëlqen? si Ledoni ta ka kostum bërë? të sipër. Ja. Faleminderit. Po normal se s'do i Next week. Smerret tash. Ja, javën Merret me njerëz me vlerë, jo me Javën tjetër. Jo, po le tash. Do jetë S'ke për ta bër. Po. Urdhro, vazhdo. atëre, tajna, të kanë cilësuar si Nis. Po. Se kishte duhet. zun tani me fillu. Ke kishte duhet të pite për ne ta lova. A do të kishte dhe herë. Ha. Okej. Të? Nice. Të kanë cilësuar si Cardi B shqiptare. Çfarë i themi? Cardi B. E more vesh. Cardi. O çka ke pitis? Se pra pëlqen shumë. Pije prap. Tashi. Të kanë cilësuar si Cardi B shqiptare. Mendon se nga zëri apo nga vithat? Unë i kam, si kam operacion, vithet, kështu që nështë nga zëri. Nga zëri. Nga zëri. Faleminderit. Bye bye. Cardi mashkull. Edhe me qëra fjalla që përmenet veshjen, edhe unë përdu me falenderu Lenën e Look at Me, që më bën gjithë mu dokë shumë bukur. Yes, shumë bukur dukesh, me të thënë drejtën. Faleminderit. Edhe, jo vetëm kaq, po ke kriju një lloj stili që në fillim e kurove veten me atë imazhin perfekt, jo shumë foto, nga pak, foto cilësore, nice. Okej, shumë bukur. Nuk kam unë foto kështu, nuk kam nevoj shumë për mu munu për foto, për shembull me shku Milano e me bo foto shumë, se dy që është një foto e thjesht, po mi merë 100.000 lajka, dy që është, kur të s'mi merë mo, tani shkojnë Milano e bëjnë e foto. Po shko. S'na ka ndojnë vizat Isha po vonohet këj moment. Unë ka parë foton tënde, që ke vesh edhe një bluzë të Nezhmie Pagarushës. Edhe kishte një lloj mesazhi kjo, do i lësh këtë rapin, do bësh muzikë të lehtë për festivale apo? Jo, ato e kom bo veç pse kom respekt se është mbretresha muzikës shqiptare, edhe ko tjetër përveç Nezhmie Pagarushës muj me vesh. Se unë të vazhdoj me agresivitet. Unë kisha thanë edhe vaqa, po... Po, vaqa zela, për shumë. Edhe ne, njerëz jemi. është pak e vështirë me. Ne të Shqipnis. Okej, deva, jo, se cila venin e vete, Po, venin e vetë. Tani, më thej që parë që nuk do me bo dise, se s'do me bo njëri të famshëm. Po, këtu, live. Po, unë ta kësha boj dis tani. Po, tut, natë për ty të qysh. Mos u tut. Se s'ta këqyri në emisionin mu. No. Veç edhe sot. No. So, si me ndoni, ta bëjmë i disë këshu, one to one? Veç ajo. Dëgjoj një këshu. Ishte po apo jo kjo oja? Po. E tia. Do më duhet të ndeshe me ty. Me qëra fjalla, duhet këtë po e shfrytëzoj këtë moment për të bërë një sfilat. Jemi mirë këtu? Hajde, bojmë dytë. Jo, po e bëjmë... Jo, bojmë mund ta bëjmë, po? Haj. Sepse... Po,
3, 2, 1, një muzikë sfonde. Kemi si sfilat? Të letë, të letëshëm. Dua të falenderoj Lesut e Bel që kujdeset për veshjen time. Do dalësh ti apo jo? Jo, ty për të këshyri për modelizëm. Po. Falenderoj Lesut e Bel që kujdeset për veshjen time, që kuron imazhin tim. Dhe nëse doni një kostum stilsor, klikoni Lesut e Bel në Instagram. Ledoni një djalë shumë simpatik dhe përgjigjet. Faleminderit Lesut e Bel. Dhe ja ku vjen Tajna! Ate! S'ke marrë mikrofonat. Prit sekond. Opa! Okej, ja ku jam edhe këtu. Tash u bëra tamam si pilot avioni, gati për të nesë për të nesë avionin. I'll kill you. A thuhet kështu apo? Unë s'kam fjalë, veç vepra. Ha tashi, as është ja rrazi grush tash? Pas se fillojmë? 3, prit, se pas kam mirë këtë, se... Okej. Kem shkoka ata mo. Gati? 1, 2, 3. Yo. Let's do this shit. Tajna apo Tanja nuk i plas njeriu. Fama jote vogël shkrihet si qiriu. Kokën e mbalar si kur kam frik pe teje. Kulmi jot në jetë është je këtu pranë meje. Je munu me dhez muzike me knukin se ti, po ma mirrit fol pa lidhje se ti dhez veç në budallaki. Edhe diçka. Okej. Jo. M'kimu në emision që ato kërkush kanalin se ndro, se përball Arjan Qanit ku je, nuk po të shoh. Kishe lindur fare, tani që bosi e madhe sinonim për hajgare. Let flasim për dështime, repere s'ka duar. Ti vesh di me ble klikime, po like ti ke harruar. Se për sigurie, e vet mja repere, ki dal tani nuk është se kena i far karriere. Sa herë që unë ty bashkë me amin një shisha, mu kujto ke filmi e bukra dhe pisha. Ma herën piti dikush, Tajna Qapone, i thash po shkoj në emision të një barbone. Okej, vërët se kom halo. Del TV gjdo jo me kopje tjeja në emision, se me fore tua, hiq nuk o ka ta dën. Okej, edhe diçka. Veç edhe diçka me përmbyll se u bo bajat, mu me më qitë dis, atë kanë kalzu që zbën, nuk t'ka met kur gjë tjetër, veç të pihin e kuq ma shtrën. Ishte Tajna! Jo! Shkojmë në interpret shkurtë publicitare, kthehemi pas pak me Tajna! Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Oh yeah, you really got me going. You got me so I can't sleep at night. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. You really got me. You really got me. You really got me. Olimpia dhe Bata e Xingut. Këtu në TV Klan. Jemi me Tajnën, është një fest sot sepse kanë ardhur gjithë fansat e Tajnës këtu në studio.
është një gëzim për neve dhe administratën e klanit, se sot nuk duhet i paguajmë publikun, nuk duhet i paguajmë sot. I kemi pa lek. Tajna faleminderit. Që shpirren shploka dhe me pse s'shku me pagesë. Po ama, asë ju s'po paguani për këtë që po shikoni. Merrni pore, merrni. Imagjino, njerëzit paguajnë, klabi pagu 30.000 euro për të marrë tajnën. Juve po e shihni pa lek. Ju virendë. Tashi që po e menoj, mund t'i kishim marrë një lek publikut. Përveç se s'duhet i jepni. Ti tani, për momentin, kena i plan tjetër, do bësh një këngë të reja, në i klip të ria, në i filma, në i... Qa do bësh? Jo, komercit, i kam një 4 stash, kështu veç klipin duhet mja u boj, kam shumë të mira, si pas meje, gjithmonë. Po. Edhe, do me thonë, mu gjithë mbesin, do me thonë, ka këngëtarë që qesin, ka 2-3 mujë që qesin kongë, mu si të kryet mujë, kur pa del konga, mesazhet në Instagram jenë, e kur kime qitë kongën e rej? Po. Do me thonë, gjdo mujë më ka qesë kongë, po du pak, do me thonë, mas një mujë garant, pra pe qesë, se sa e qita, që tash veç pa thëmë, kështu pak me përshu. Ok, nice. Po... Veç klipet mjë bo. Këtë të fullur në gjithmonë, kështu e kje, do me thënë, se... Qysh e kam? Kështu, Ani Breç, këta, prej të Do Kosovës. të flasi juve unë? Po, Ke qef flasi juve? Mund të flasësh si neve. Mirë do flasim tani. Diget flasësh edhe letrarqe? Po, ore. Ke shoqe që flasin letrarisht? Kam shoqe, edhe du me kallëzu një histori, se u kthejnë. Doli në zot vetë. Po, kam që, du me të rëgujzu. Dola të vetë vetja, du me kallëzu një histori. O, bra. Do me thonë, dola, unë kam shoqe këtu në Tiranë, edhe dola unë me ato, tash ishin edhe do shoqe tjera, plot vajza u bënëm. Edhe ato, tash këtu në Shqipni e kanë pak zonin ma të holë se na, dhe edhe thekë si është ma i but, ma i jo, më labdin kështu me përvesh. E dimi të shkretat, po, si të lovë me, do me thëmë. Jo. Edhe tash ato po folin, muhabet po bojnë, po kalzojnë, tash e thej me kësi, edhe tash une nuk mu isha me folë, se kur folësha unë mu do ke vetja si burë. Tu ushtu, ata une, si bas. Edhe ato që s'mjevni thënin, po qa ka kjo që s'fletë, është e turpshme? Vetë me veti. Unë s'nallë nga të folë, po apëten së po folë se katastrofë komplekse të më qitë. A folë pëse? Dikur folë? Tani dikur është lirova, s'manike mu, thash letë menojnë qa dojnë, nashtë, edhe? Shnash. Të thanë e gjë, u tremën. Së mërshim vesh gjysën, njona bile gjithë vetë ke, qa tha? Që po tha? O duke mja për këthy. Ndot në herë, ndot që s'meremi vesh mi me gegnishten. Kemi ardhë ke një moment shumë i rëndësishëm i emisionit tonë, është pikërish momenti që ne prezentojmë pyetjen, ose më saktë rubrikën, pyetje nga Rudina. E qa ka me bo në këtu? A du të mi bo pyetje unë kësaj? Jo, ti vetëm do përgjigjesh. Unë do të pys. Tajna, a të shkosh të Rudina? Nuk ka me shku në intervistë dhe 4 vjetë, qysh? Ishi me pyetjen e Rudinës. Super! Qfar premtimi rrezikshëm. Është... Për 4 vjetë si dijet. Po më thej që të pëlqen Olimpia, ha? Po. Si të pëlqen, kështu si njeri, apo? Edhe si njeri është njeri mirë. Po, njeri mirë. Nga qa duke, nga qa Të japim i drek. A do... E di që ju shkojnë zërat ju të dyjave? Ti... Se edhe jo, në fakt nuk i pëlqen repi nuk i pëlqen. Po prap me agresivisht kënoj, do më thonë, se Roko agresiv me... Kujdesi shik me këto me agresivisht. Se kemi këtu... Fëmi? Tyson, ja. But bring it on. A mund ta bëjmë prov? A mund ta bëjmë prov si mund të këndojmë ti me Olimpia? Live. Je?
live sigurisht. Çfarë këngë po dalë me këtu? Nisja ti. Po ja, Nisja po i ja kanë. nisi unë një këngë dhe pastaj po Nga pape këto qef. nga këto me rap, nga këto me... Po, nuk po kalojnë Hajde. rock këtë Me herë. nga këto Hajde, me nisja. ashtu si tha Olimpia. Apo dalim sa atje? Ja, po dalin që atje. Hajde. Unë po ike se kam frikë shu. Ma mirë. Hajde nisja ti. Say, little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the store, I can get them both. I don't want it to, and I'm quick, got any go, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch. I make bloody moves. Now she said she gon' do what the who? Let's find out and see. Time to see. You know where I'm at. You know where I be. You in the club just to party. I'm net. I get paid a fee. I be in and out the bed so much. I know they're tired of me. Honestly, don't give a fuck about who in front of me. Drop 2 mixtapes in 6 months. What bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes. Don't let these hoes bother me. They see pictures. They say ghosts. Bitch, I'm who they tryna be. Look, I don't dance now, I make money moves. See, I don't gotta dance, I make money moves. If I see you and I don't speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a work your bitch. I make money moves. Bravo! Bravo! Olimpia dhe Tajna! Wow, wow! Se po thonë që s'di me këtu live. Kush s'di me këtu 10 live? orë ti moj. 10 orë. Prit, se ky është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi. Po që ta dini, kjo e vetëm qiknor live, po edhe aktron live. Ndiq një sketchin që kemi përgatit për ju me Tajna! Qa bëhet? Mirë, Qa po bën këtu? hiç. Po rikota? Kot. Më pëlqen. Të them unë gjithçka për rrugën ty. Ha? Në rrugë, mos t'i beson njeriu. Ja më shiko mua, nuk i besoj njeriu. Okej. S'po i besoj. Më pëlqen. Po si quhesh? Eri, Eri? Nuk më pëlqen Eri. si do? Beri. Ta Be- vëj Beri. Beri, po nuk është se ka një ndryshim të madh. Eri, Beri. Mos i beson njeriu. Okej. Do një tek e bar. Ha? Ama, Jo, faleminderit, jo. s'më beson mua ti. Po ti vetëm të nuk do t'i besoj njeriu. Tash për njerëz tjerë, mua do të më besosh. Ne kemi konfidenca tashi. Ne kuptova. E di sa mirë do të bënte. Jo, po nuk vi, më vje keq. Mirë, do kokain. Jo. Ama, e ke cilësisë të lartë, e bën maratonën për 5 minuta. Vje keq, nuk vrapoj. Nuk pëlqet vrapoj. A mos po do speed? Kristalin, e ke super, direkt për party nisesh. Jo, migos, nuk pi unë këto, thash nuk du gjë. Po më ofendon. Unë të them ty si t'jetosh, të tregoj si t'jetosh, si të përballesh me rrugën ti mua më thua jo. Po mirë, okej, me që qeke ka qenë mirë kështu. Po marrë një qese me barë. Ik më antidroga. Po unë thash që nuk du gjë, mi që... Se si, e dia që e drogagji. E kapa dhe një, 40 sot. Uej! Tanja! Tajna, shefe komisariatit ke treshi e do e shifni shpejt. Ishe mirë si police. Goxha grusht kishe. Por jemi gati tani për pyetjet nga Facebooku. Pyetje nga Facebooku, pyetje nga Facebooku. Gersa Rexha thot, pse te klipi fake e përdor shenjat e Iluminatit? Këto janë? Veç, po Kleopatra në Egjipt,
i ka përdor, do me thonë këto, nuk e di, Illuminatit, nështë është pak ma fellë si histori, veç që këm përdor se kom aktru si e Kleopatra, edhe për së të arsye ju kanë përshtot, nuk kam lidhje me Illuminatin. Biçaku Erida thot, a ke qenë në herë në Kolumbi? Jo. Po i gjerë? Vetë zoni mu ka një dhe në Kolumbi, se vetë që më kona alo. A thua e ka një gjuat atë? Po greetings from Colombia, ta është si pas komente. Wow, po pasojnë. sa lezetshëm. Fansa trafikant. Do t'jetë shumë romantike. Qëfar video më kanë shumë, ma mirë mos me ditë. Leo Trusi thot, nga të ka ardhë kjo ideja e... Nuk më mja njësë me knu pa bo qëta. Do me thonë, si të me qetë një bit kriketi, unë e pa bo këto, nuk më mja njësë me rëpovod. E më ka ardhë, se di, do me thonë, marrë njëherë marrë për mja njësë me rëpovod edhe spit that fire. Wow. Si flasin këta të Kosovës, gjysëm anglisht, gjysëm shqip, gjysëm... Ani dhe se vis njëherë folja, Ani bre, bukur është, ka po të shkonë. Mro, Diamant thot, a qanë natën? Ja, nuk kam nevoj me qajtë. Natën vëq flaj, meditoj para se me flajt edhe flaj. E qitë. Nuk flaj këshu me Instagram? Jo, kam qepë telefonin me hik ma larkë. E gjë mirë që dhe që është telefonin me dhomë tjetër të karikohet, sepse aty lëshon reze. Unë kam 2 telefona këshu stereo. Flaj me telefona stereo, po mirë. Mos qaj. Maria Meri thot, atë vini natë kur reperët e tjera të shajnë, apo nuk ta nin hiq? Valoj, nuk ma nin hiq. Stash mu kanë bo një 8 dedikime, edhe mu po mdo këtë shumë romantike mu më dediku kongë. Butrint Rezona thot, a jenë lidhje? Jo, nuk jam. Veç në snap. Oke. E kom haru pasvordin një ko, po tash e kom rimar pasvordin. Sa e madhe. Predator Kid thot, a keni menduar ndoj njerë të bësh në duet me Unikatilin? Duet? Duet. Bashkëpunim. Po pse jo? A të ka thonë e Unikatilin? Jo, veç pse jo. Je pozitive për të. E hapër. Vilson Boqeri thot, a do martohesh me mu? Mos është aji. Mos është aji. Fej Misli thot, a do bësh në herë në i këngë populore? Mu populore dhe me thonë veç, mu i me shku në darësë dhe me i hedhë në i vale, se hez bre se ma donë me knu populore. Okej. Bad Chief thot, a po shtyët në i qikë? Qa? Po shtyët dita, ndoshta, koha. Po shtyët, mje. Dhe Klevis Male i thotë, në që se dhe ishe kafsh, qa kafsh e je? Luanesh. Luanesh? Ishi me pyte nga Facebooku. Okej, ndikim qa mendojnë njerëzit për tajnën dhe kthehemi në studio. Tanja, këngëtarja, a bën punë shtëpie? Na, e vetme gjë që mund të bëjnë shtëpia është e kërcimi, sikur është poseduar nga djalli, ke parasysh mbi tavolinë. Se jena na shqipe që she bojnë dihet. Po, punë shtëpie ja, se vetësoj. A mendoni se bën punë shtëpie? Jo, s'mendoj. Pse? Të vetëm për të kënduar. Po na po s'bën punë shtëpie Tanja? Jo. Tanja, ku djuna? Nuk e di. Pin marijuana. Ku po punë shtëpia nona jo, s'bën fare punë shtëpia jo. Është zonë me këngën thotë. Karriera vlla, jo ka rëndsi karriera. Sa ka disa që thonë që ai bën punë të shtëpisë duke kënduar. Vetë ndoshta se dihet. Aty i bie vrimëzimi i teksteve, këngëve, duke lë pjatë në i gotë. S'ma merr me ja. Po pazar. Pazar po. Si duket Tajna si gocë? Mirë. Si duket Tajna si këngë? Jo të përshtatshme, i gjojnë kalamajt e vegjit. Në qoftë se do t'ishe me Tanjën, duke pirë një kafe. Çfarë do t'i thoni? Çfarë bisede do të bënit bashkë? Shkona pi kafen, në lajenën, robë. Më gatuan të thjesht një tas me cereali me qumësht. Ne të Zingmer Malin bëjmë dhe surpriza, e ke Tanjën brava.
gati për lojën Zgjidh Litarin. Ja ku jemi me Tajnën, gati për të luajtur lojën Zgjidh Litarin, por për të parë se ta fillojmë të lojë, duhet vi Kejvina që të na shpjegoj. Jeni gati? Kejvina! Atëhere. Tu kam 2 litar. Litara. Po. Litarse. Njëri është për Tajnën. Po. Duhet lidhet Tajna këtë. Po. Ja, bëhet shumë. Edhe një tjetër këtu. Okej. Pra mbyllë. Okej, po. Prit, tash Tajna rri kështu të lutem. Ti do rish. Kështu, po. Prit. Se mësoj e herë. Po, sa më ka shpëngu. Okej. Tani, do ndoni të zgjidhni litarin, të gjej një rrugë dalje. Po? Që litari dali jashtë? Po, njëri nga ju. Hajde. Maestro. Okej. Qa me bo? Me hi. Jo, se si. Hen. No, një sekund. Një sekund. Njësoj është. No. Prit. Wait. Ri, mos lëviz. Kaloj. Ha? Qa Gjeniu? Gjeniu I vogël. Një shëtitje. No, një sekund. No. A është me sekunda kjo? Ja, se doli. Papa. Nësë doli jesë. Bravo. Mos t'i lodhë mos e gjyna. Si është zgjidhja lojës? Tani themi në pjesën e më neret ky. Po? Prit tani. Dhe ishë nga dora, apo? Ja. Merë kështu? Po? E që e të bo. Ti për mbi. O, zë. Me mendon kjo nuk ka zgjidhje. Jo, është tamam. Për lërë se më tregun mua ty, po. Hapi dur kështu. Ermat. Rova. O, zot. Prit, se është diçka e tjellë. Fute dorin Tajna këtu. Ska si. Ore, ku është ai Adriano? Na lë? Tash Jo. Kemi shti dora këtu. Por ishte shumë e thjeshtë, e bëra unë përpara. Uaj. Pita provi ti nga Ermali. Kërse shisoj, do më dhe. Prit. Ishte këshu nga poshtë, më tha këshu. Po. Këshu? Hajde, vaj Tajna. Po? Ja. Okej. Bravo! Dhe... Je madhe. Tajna, mund të vish tu të lutem? Të largohem? Jo, s'kip si largohesh, sepse jemi në fund të emisionit. Unë të falenderoj që ishe këtu me ne sot, për herë të parë dhe të fundit në 4 vjetë. Të uroj sukses e do të ndjekim në gjitha këngët që do bësh me çdo lloj malli. Shihemi këtu në ardhshme, natë e mirë, zoti Bekov. Natë e mirë. Po sa e fortë ishte. la la la
Me jep ti dorën pak, në si e të, si e ka le? Do më ratë, ku ti, në pëse shumë të? Zing me remind. Thanks. Zing me remind. Ishte shaka.